këta nuk kanë me blinesër që po tentojnë me i kontrollu marzhat për produkte tjera, që ka një ligj prap problematik është, sepse nëse prap është problematik? Nuk mundesh, do më thonë këta nuk po mujnë me kontrollu çmimin e energjisë elektrike ku ka regulator. Këta u dëshmu ditën kur ka pas debat në Parlamentin e Kosovës. Mimoza Kusari kur e tha çmimin tavanin për çmim të naftës. 160 pika, do më thonë, dul në Kosovë që po e shesin naftën po të njëjtën ditë me 6 cent ma shtrejt. Dhe kur ajo e tha në studio që... Ajo tha se do të intervenojnë dhe do të ndëshkohen ata që se përfillin rregullimin. Edhe kur të ndëshkohen ata çfarë ndodh? Do më thonë ata paguajnë një dënim, po qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë blerë naftën me ditë tona 6 cent ma shtrejt, apo? Çka mund të bëjmë më tepër qeveria në këtë rast? Jo, dëgjë, është punë komplet. Te keni rregulator të energjisë elektrike, ajo që ka është dashur me bësh, dashur që kosti faktikisht m'ia heq licencën me ndërprej. Është dashur, në anën tjetër, është dashur që institucionet që janë, do më thonë, përgjithëse në tregun e energjisë, me siguru rrugë tregtare, me siguru. Nëse ti ki parashikim, nëse ki plan, po këta nuk kanë as parashikim, që ti ki me importu energji elektrike, për shembull Artane Rizvanolli, tha që ky vit ka me qenë tepër i vështirë në aspekt të furnizimit me energji elektrike, po mandej tha ka me u bë mirë. Mandej tha po ka me u bë mirë, do më thonë, tash na si pasojna duhet me duru edhe kësaj. Dhe është dashur që kosti të ndërmermasa. Nëse kosti nuk ka marrë, faji ka lënë të zërreja, sepse zërreja e licencon dhe e mbikëqyr kostin. Dhe zërreja duhet në kohë reale me u njoftu nga kosti për të gjitha transaksionet e energjisë elektrike. A e dini që, do më thonë, gazetarët, buletini ekonomik dhe të tjerët, Infokusi dhe të tjerë, plot të tjerë, do më thonë, po Zoti Mehmetaj dhe studiot të tjera, se mos të mbetëm bërgjë, mos të mbetëm ty, ata i kanë zbulu këto skandale. Ata i kanë zbulu këto skandale. Që qytetarët e Republikës së Kosovës për paguajnë 800 euro. Dhe këta sot flasin. Buletini ekonomik i ka dhe kjo është politika e tyre, ose mungesa e politikë bërjes. E ki një sektor ku çmimin e ki të rregulluar, shtrajtohet çmimi 3 herë, do më thonë, kemi pasur rritje të çmimit në vitin 2022, kemi pasur mandej rritje prap të çmimit dhe kemi pasur në vitin 2025 16.1%. Tani dul zyra e rregulatorit dhe tha që shqyrtimin e tarifave, dhe pse ka me ligj që me 1 prill me dalë me tarifa të reja, tha e shty për maja. E dini pse shtyni? Për shkak të zgjedhjeve. Për shkak të zgjedhjeve. Me importin i cili po bëhet dhe po raportohet nga dogana e Kosovës dhe nga mediat në bazat ditore, jo që na po kem dëshirë me pagu energji elektrike ma shtrejt, po ka me qene pamundshme. Qeveria e Republikës e Kosovës ka me pas 2 opcione, ose me subvencionu importin e energjisë elektrike, me gjithë formen me subvencionu, ose me ngrit faturat. Dhe këtë duhet të bëj, po këtë. Në anën tjetër... Ju akuzuat edhe deputetin Ejup Ahmeti të lëvizjes vendendose se ka biznes me pronarët e ETMT-s. Është raportu në media, do më thonë ka që një kohë. Na dje kemi pasur një debat parlamentar dhe në debat flasim edhe me emra, flasim edhe me kompani edhe të tjera. Mbrojtja nga ona e ministres ishte gjatë gjithë kohës që lëvizja vetë vendosje nuk ka faj për çfarë po ndodh në energji, nuk është fajtore, sektori, institucionet, çfarë faj kemi ne dhe të gjitha. Dhe në fakt ka dyshime sepse ka lidhje. Na kemi pasur për shembull rastin e Martin Berishaj, i cili punon për genin e Serbisë dhe i cili ju e keni dëshmuar për studio televizive të jujat ku keni nxjerr transaksionet ku zotria ka tërhequr para kesh në Kosovë nga bankomatet apo mbi 1 milion euro. Ju patët edhe një sfidim, një ballafaqim drejt për drejt me zotin Ahmeti. Po shkoj aty, domethënë, patjetër. Dhe e kemi Martinin, e kemi Nagipin, i cili ka qenë kryetari Komisionit të Energjisë të Lëvizjes Vetëvendosje, me të ardhur vetëvendosja në pushtet, e çon Nagipin e bën kryeshef të Kekut, se nuk është që Keku, Korporata Energjetike e Kosovës, është e pafajshme në krejt këtë gjendjen energjetike, e sektorit të energjisë. Herë parë po thonë ka dalë me fitim rekord. Keku mundet me pas fitim rekord, mirë po importin e energjisë elektrike 259 milion euro në vitin 2025. Nuk e pagun Keku, importin e pagun konsumatori, për që ata Keku del në fitim, se Keku nuk po punon ditën, kur neve na duhet energjia elektrike, po punon natën, kur ata mujnë me eksportu edhe me shit. Mirë po na duhet me pa gjendjen në kek, duhet me pa gjendjen miniera,
duhet me I pa kushtet e punëtorëve, na kemi pas rastin kur punëtorët e kekut për shkak kushteve të këqija edhe kanë humbur. Ky fitimi bjen si kur ta mbjellim në obar drezat dhe t'i shesim me €1, po pastaj për konzum familje t'i blejmë me €5. Absolutisht. Dëgjoni, tani gjaja tjetër që është se nuk mujnë dhe ta me u përjashtu prej komplet këti. Kemi pasur remonte të cilat duhet me ndodhë pa tjetër, sepse ka ndodhë prej pas luftës, është një teknologji dhe fabrikë shumë e vjetër, termocentrali prej viteve 60, u investu se duhet për me imi mbajt kapacitetet duhet me investu, pa ato duhet me u bo me plan. Na I kemi po Adriatik gjatë këti mandati. Do më thonë, në vend se ti me I ba remontet në kohën kur konsumin e ki ma tulltin, që ka ndodhë? Këta I shtin në remont bloqet kur konsumi është në pikun e ti. Edhe kjo nuk ndodhë. Politika tjera të...